Pas 6 vitesh hetimesh të përbashkëta mes autoriteteve italiane dhe shqiptare në maj të 2025-s, prokuroria e posaçme SPAK finalizoi një nga dosjet më të rëndësishme të viteve të fundit, goditjen e grupit kriminal Troplini në Durrës. Procedimi penal numër 36 i nisur në vitin 2019 nga Prokuroria për krime të rënda për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, u morën në dorë nga SPAK pas shkrirjes së krimeve të rënda në fund të atij viti. Hetimet u bazuan në të dhënat e ardhura nga Prokuroria italiane që kërkojnë ndihmë të ndërsjellët për krimin e një skuadre të përbashkët hetimore, duke zhvilluar hetime në 2 pista paralele, në Itali dhe në Shqipëri. Pas transferimit të akteve nga 2 prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Prençi, SPAK vjoi hetimet intensivisht deri në vitin 2025. Një në elementet kyç të hetimit ishin përgjimet e bisedave të Ervis Doçit, i njohur si Vizi Pojos, dhe anëtarëve të tjerë të grupit, si dhe analiza e komunikimeve në platformën e inkriptuar Sky ECC. Këto provat shuan në rrëshimin e 29 urdhra arresteve në Shqipëri me 30 prill 2025 të firmosura nga gjyqtarja paraprake Irena Gjoka. Aksioni policor Ura i zhvilluar më datë 21 maj, vetëm 10 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, kishte për synim arrestimin e figurave kyçe të grupit. Megjithatë, shumë nga drejtuesit kryesorë i shpëtuan prangave, u arrestuan vetëm disa persona përfshirë avokatin Armand Targaj, disa të burgosur dhe ish policin Orges Molla. SPAK ka vlerësuar se i gjithë trupi kriminal ishte mobilizuar në fushatën zgjedhore të majit, pa pasur pengesa nga institucionet.